Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall ka en të tij në tokë. Kush janë en të Allahut? Thot en e Allahut në tokë janë zemrët e besimtarëve të mirë. Këta janë en të Allahut. E cila en më e dashur tek Allahu azza wa jall është? Pra cila en më e dashur, më e preferuar e përzgjedhur Allahut në tokë. Thot ena më e përzgjedhur tek Allahu azza wa jall, më e dashur është ena e cila është më e butë dhe ena e cila në ta nuk ka hased. Kjo është zemra e robit Allahu që i don më shumë të Allahu. Allahu azza wa jall e don një zemër të butë. Për ata këtë misioni i njerit është për me zbut zemrën dhe me pastru nga çdo pengesë që të pengon nga Zoti jot. Ibn Qayyim ka thonë te fjala Allahut azza wa jall yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ditën e Kiametit nuk sjell dobi as molli as evladi. I dërmu të punu për mall, i dërmu të punu për evlad, tu dihet nuk sjellin dobi. Kur sjell, thot zemra e pastërt e shëndosh.